Vjojmë tutje programin, pjesën e dytë për programit mëngjesit këtu në Radio Kosovë në këtë transmetim të drejt për drejt me të tjera zhvillime si që kam paralemruar të ndëruar miq. Do të zhvillojmë një bisedë të drejt për drejt me Azdren Dolin, që është kryetari i organizatës Ekolland, inxhinier i doktoruar në çeki për menaxhimin e pyjeve, rreth një fushate shumë të rëndësishme që ka nisur nga data 22 prill me rastin e ditës botërore të tokës. Azdren, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Faleminderit për gatishmërinë. Për çfarë fushate bëhet fjalë, cilën e keni nisur nga data 22 prill me rastin e ditës botërore të tokës? Faleminderit shumë për intervistën. Unë desha të promovoj këtë iniciativë, e cila është mjaft e rëndësishme në menaxhimin e qëndrueshëm të rrëshqitjes së dhera që është duke ndodhur në autostradën Ibrahim Rugova, ku dita ditës po përballet me rrëshqitje të dherave. Kjo iniciativë është në promovimin e menaxhimit të qëndrueshëm të kësaj autostrade, ku kemi rrëshqitje të dhera si pasojë të mungesës së fyllëzimeve që nuk kanë bërë, domethënë me kohë kur është ndërtuar, dhe mungesa e fyllëzimeve në lloje që paralajmëron rrëshqitjen e dherave, dita ditës po kemi rrëshqitje masive të dherave. Kjo iniciativë është Kjo iniciativë ka për qëllim promovimin e fyllëzimit të skarpatave për rreth autostradave në tërësi, për të parandaluar këtë fenomen i cili dita ditës domethënë po zgjerohet dhe po ka efekte negative në rrëshqitjen e dherave. Një falënderim të posaçme ka për kompaninë Lika Strade, e cila më mbështeti këtë iniciativë. Sado vogël po mbështeti për të nisur këtë iniciativë, si dhe për zëvendësministrin e infrastrukturës si Shëndërmishi, i cili nuk hezitoi këtë na jap pëlqim për të filluar këtë aktivitet. Azdren, është dashur në momentin kur është ndërtuar autostrada që të pyllëzohet hapësira për rreth? Shembull konkret i kemi në shtetet e Rajonit, si Maqedonia, për shembull, autostrada për Tetovë ose Var, ku gjithashtu është të pyllëzuar, po ta shohim në anën e skarpatave. Dhe nuk ka problematika të tilla siç e kemi këne, sepse mungesa e fyllëzimeve me kohë do të thonë ka çuar në rrëshqitjen e dherave, masive të dherave. Edhe kostoja e mirëmbajtjes është jashtëzakonisht e lartë në raport me fyllëzimin. Ndërkohë juve për të nisur këtë fushat, këtë kampanje me datën 22 prill me rastin e ditës botërore të tokës, sigurisht që është dashur të merrni edhe leje paraprak. Paraprakisht nga institucionet, sidomos nga Ministria e Infrastrukturës. Këto e keni apo jo? Leja është dhënë fillimisht për një pyllëzim për promovimin e kësaj iniciative. Në të ardhmen do të shihen se ky projekt duhet të zgjerohet. Një projekt fizibiliteti për pyllëzime, se më thonë se nga vjen ky fenomen, sepse aty do më thonë ka rrëshqitje disa edhe të ura në tokëtor që duhet të rehabilitohen, po problematika kryesore është do më thonë që fillimisht duhet bëhet një studim fizibiliteti, nëse nga ka ardhur kjo rrëshqitje masive, më pastaj do më thonë duhet të fillohet me pyllëzime masive në tërësi të këtë autostradës Ibrahim Rugova. Ky fenomen duhet parandalohet jo vetëm në autostradën Ibrahim Rugova, po edhe masive tjera, për shembull autostradën tek Hani e Lezit, edhe në vende tjera, sepse mirëmbajtja është jashtëzakonisht e lartë, po nuk u përdor kjo metodë e pyllëzimeve. Duhet të thekë se për trajnimet e tilla kanë kryer edhe një trajnim në Japoni, për menaxhimi i bazuar në natyrë, menaxhimi i bazuar në zgjidhjen në natyrë, ku ata domethënë përdorin një metodë green, domethënë të gjelbërt dhe miqësore me natyrën, duke mos përdorur materiale të tjera të forta si beton apo hekur, ku kosto është jashtëzakonisht e lartë në raport me duke përdorur benzinë për parandalimin e rrëshqitjeve dherave apo fenomeneve tjera të faktikësisë natyrore. Shumë interesante ky fenomen, që përdoret në Japoni, siç e thatë ju. Mos kemi duket interesante. Neve jemi mësuar betono aty me hekur me beton edhe jemi okay, po. Kjo nuk mjafton apo jo? Duhet të gjetur alternativa, siç e thatë ju, siç bëjnë japonezët. Ata kanë zhvilluar një sistem që quhen Eco-DRE, Ecosystem Based Solution,
zgjidhjet e bazuara në ekosistem, po të në Shqip, ata përdorin në pëlzimet në masive, pëlzimet përdorin ndaj fatkeqësive natyrore për të parandaluar dhe këto fenomene kanë mjaft produktive, duke i ditur që Japonia është një vend që ka problematika shumë të mëdha me fatkeqësi natyrore, siç janë tërmetet, tajfunet, tërmetet në detra dhe pyetjet sidomos shpëtimet dhe pyetjet për rreth Brexitit, për shembull, kur kemi parë një fenomen që ka qenë mjaft interesant, pyetjet kishin luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në parandalimin e një fatkeqësie jashtëzakonisht të madhe që mund të ishte 30 herë më e madhe në raport se që kishte ndodhur. Siç kishte ndodhur, po janë kjo falë pyetëzimit, pyjeve. Po, aty që një tërmet në det, në tamajme në 2011 në kanë qenë fenomeni i tërmetet në oqean dhe ishte ngritur oqeani dhe masivet e pishak kanë parandaluar vdekjen më së 50.000 njerëzve falë ndaljes së presionit të shtypjes që ka udallëgat e detit. Po. Prandaj kjo fushat është shumë e rëndësishme që keni nisur me rastin e 22 prillit ditës botërore të tokës, do të vazhdoni ditëve në vijim, jo vetëm në autostradën Ibrahim Rugova, do ta zgjeroni këtë kampanjë apo jo? Patjetër, vetëm që në nevojitet për kraj institucioneve, ideve që janë praktike, sepse unë jam i thari asaj që duhet të promovojnë një det praktike dhe që janë në të mirën e shtetit, në të mirën e qytetarëve, në të mirën e kostos, sepse kjo dhe ulë dhe kostën e mirëmbajtjes. Sepse ne përballemi në dita ditës me shitjet zero dhe kompania duhet të bëjë investime të mëdha në heqjen e zero me autostradës. Sigurisht. Sa ajo ka një kosto. Prandaj rehabilitimi i saj kushton e shumë, përveç leja që keni marrë nga institucionet, dhe keni përkrahje kështu logjistike, ku i dihet me mjete, me gjëra të tjera, me dron, me fidanëse, ne ujiten dhe ato apo jo? Kjo është në fazën e parë, nuk është në fazën e parë kjo iniciativë. Kjo nuk do ndalet me kaq po është pa mund të vazhdojë se sezoni i mbjelljes përfundon tash në fund të prillit. Dhe ideja është në vjerë, domethënë në fundi shtatorit, tetori, të fillohet me një kampanjë më të madhe, domethënë për plotësimin e autostradëve. Është interesante që duhet të mobilizohen gjitha institucionet, domethënë jo vetëm Ministria e Infrastrukturës, po edhe Ministria e Qytetarisë dhe Zhvillimit Rural, që të kenë një bashkëpunim konkret dhe të ndahet një fond që të fillohet plotësimi në tërësi i autostradës Ibrahim Rugova me llojet që parandalojnë erozionin në këto skapate. Po sigurisht edhe në akset të tjera rrugore. Suksese në këtë kampanjë kaq të rëndësishme për pyllëzimin e sipërfaqeve me qëllim parandalimin të rrëshqitjes së dhëut në autostradën Ibrahim Rugova, dhe zën të falenderoj që zhvilluam këtë bisedë të drejtë për drejtë këtu tek programi i mëngjesit në Radio Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe shpresoj që kjo fushat civilizuese do të shërbejë që të bëhen gjëra të mira në shtetin tonë, se të gjithë ja kemi borxh të bëjmë gjëra të mira dhe të japim secili eksperiencën tonë në të mirë të vendit. Aq më tepër ju që jeni ekspert i kësaj fushë, inxhinieri doktoruan çeki për menaxhimin e pyjeve, nëse nuk gaboj, apo jo? Po. Azëren, faleminderit edhe një herë dhe punë të mbarë dhe suksese në këtë kampanjë kaq të rëndësishme. Faleminderit shumë. Në këtë bisedë të drejtë për drejtë me Azdren Dolin, kryetarin e organizatës Ecoland. Kjo organizatë nga data 22 prill, me rastin e ditës së tokës dhe me bashkëpunim me partnerë të tjerë, kanë filluar një fushat për pyllëzimin e sipërfaqeve me qëllim parandalimin e rrëshqitjes së dhëut në autostradën Ibrahim Rugova. Pyllëzimi do të vazhdojë edhe ditëve në vijim deri në fund të muajit të prill.